Jena në pjesë tjetër të këtij emisioni për këtë javë dhe kam vendosur me thirr, faktikisht e kam thirr, një mysafire që mos pole kam shoqë unë, kam mikë të mirë të vjetër, para se me fillu intervistën i kujtuam kështu pej kur kena bashkëpunuar, kur jemi njoft, një 8 sheku na ka ndalë. Abnur Ademaj, mirë se erdha Abnur. Mirë se gjeta, është knatësi, mos e kallëzo vitin se. Ja, domethënë ai kishëm 8 shekuj, domethënë është ças moti është kja punë, kur jemi njoftër, kur kena bashkëpunuar, saqë amo e kena rujt mitësinë çfarë, she? Shumë vërtet, se përmend ata shumë përmendje që nga viti 2009, domethënë. No, 2009. Plus kena pas shumë bashkëpunime, shumë skeçe të ndryshme. E vërtet. Se Te atëherë ktheheve pe mirë Globit, direkt, mandej ma herët Miss Kosova. Kusho vajza më e bukur sipas te jeni me? Unë mendoj që vajzat shqiptare janë përgjithësi shumë të bukura, edhe kudo që shkoj për shembull nëpër botë ose diçka rini më të bukur është e habitshme edhe e marrin shumë veten, kështu që janë me finesë zoja. Janë të bukura, janë të bukura. Femra më e bukur që mendoj që i ka rezistu kohës edhe nga misat që mendoj është Afrodita Pasharada. Ma e bukur, a? Edhe ka rujt atë bukurinë që ka. Se nuk po flas që sot ka shumë bukura. E vërtet. Po se edhe unë kur im zgjedh Miss Kosova, kur më thëshin fillim e ke fitu dush me mbajt, thosha çfarë po mësoj. Po unë mirë që e fitova, çao kjo. Me shtin prez. Kështu që me mbetë e bukur gjithmonë unë mendoj që është Afrodita Pasharata që. A o zor me mbetë e bukur gjithmonë Nur? Vallai ka shpëtim, ka goxha punë. Ka punë, ja, domethënë është nuk po lidh me majt. Do shumë kujdes, që nuk është ideja te veç me qenë e bukur, sepse me mosh kalon kjo, ajo ndjenja veç të qenujt e bukur. Venitet ka pak e. Po, por ajo mirëmbajtja, pastaj ajo kujdesi, shkollimi, avancimi, krejt varet çfarë sfere tjetër zgjedh ti tash, apo do me mbet në ekran, sepse na kemi pa për shembull edhe shumë misa kanë qenë një periudhë kohore, sot nuk janë më, për shembull kanë marrë drejtime të ndryshme. Pa kanë met që i njohim na pejt, se ka shumë që kanë qenë në kohën e vet, po nuk u morë momentin publike, e ka kriju një familje dhe mandej është shkput prej. Po pra, ajo po them, krejt varet çka dën ti me zgjedhje dhe sa dën me mbet. Edhe me mbet në ekran është goxha vështirë, edhe me mbijetu viteve kohës, edhe me rujt veten. Është shumë vështirë, plus duke qenë që ne jemi vend i vogël. Nuk është e lehtë, por që unë mendoj që njeriu krejt varet pasionin për çka e ka. Kështu që për mua çka lidhet me televizion është çaj pasioni, bota jeme, çtu e gjej veten. Për atë arsye edhe kom mbet tash sa vite. Domethënë moti ti pjesë edhe nuk e shkput, domethënë e ke rezistu kohës, ke luftu ke pas prezencë në për shumë vende, në shumë projekte, mandej ke bërë punë tjera që unë i di edhe publiku, që të kalmoj, domethënë që të farë. Po pra, unë gjithmonë jam mundu me qenë rreth televizionit. Ndoshta nuk kam zgjedhur në çfarë fushë, disa fusha ndoshta mi ka sjell jeta ju pse unë i kam kërku, për shembull emisione sportive, nuk është që i kam kërku. Më ka ardhur një mundësi, pastaj normalisht që kam punu, pastaj fusha aktrimit, njëkohësisht është lidh me ekranin, kështu që kjo po them, çka lidhet me ekranin, edhe pastaj edhe në fushën e biznesit që jam Tiranë sot, më ka ndihmu për me avancu biznesin me marketing, kështu që e kom shfrytzu njëkohësisht shumë sene, për mi bo bashkë një qëllim. Po, imazhin tim. Jena tash e nisëm me kusho ma e bukra, po na jena në muajin Ramazan, domethënë pijet si kemi qitë, si kemi shërby, se jena para iftarit, apo gjena në orë. Po, pe agjeroj, biles. Këtë vetë ndoshta nuk e kam shumë aktivitetin ende, jam në fazë përgatitjes një emisionit edhe po shfrytëzoj rastin me agjeru, ndoshta jo gjithmonë e kam agjeru, po thuj se ndoshta mas shumë të i kom pas 3 ditë që i kom agjeru e pas tere, mirë po kur pe agjeroj për ndi vetën shumë mirë edhe ka herë po thamë që se kom nisë shumë vite ma heret. A ma mirë dhe më thonë është ta? Është një ndjenjë, përveç që është agjerim, është edhe pastrimi trupit, kështu që kjo është ideja që e ka ndoshta. A ki bon naj gjuna, Nura? Din që ne gjuna që ki bon e henje tonë? Me vedije jo. Me vedije jo. Unë nuk besoj që kom bo gjuna me vedije, mirë po besoj që pa vedije njeriu. A di më sa gjunojnë e ki bo din e tonë, po nuk e dinë, sa djali ja ki plas zemrën, ka pas qep me ka me ty, sa djali s'ka najt, sa djali ka najt pa gjumët, pa gjunojnë është taj. Nëse këto llogaritet gjuna, ka mundësi. Ke bon dhe më thona, kështu me vedije diçka nuk ke bon.
Jo, nuk kam tendencën kur, as me mendu keq. Mirë po njeriu, ndonjëherë ti jo gjithmonë mundesh me qenë i mirë për krejt, ndoshta pa dashje mundesh me lëndu dikën, kështu që por e rëndësishme është kur njeriu nuk e bën me vedi dhe me një qëllim caktuar. Gjithmonë shpëtim një mundu me rujt shpirtin. Kështu që pjesa më e vështirë e njeriut është me rujt shpirtin edhe me rujt njerëzin. Mos mja fal shpirtin drejt që thojmë. Po shkoj shpirti, pastaj ti nuk metesh më njeri. Kështu që gjithmonë, pavarësisht edhe kur jam sfidu njët, normalisht që kom pas momente që jem nervozu. A je sfidu në hera? Absolutisht. Shumë herë ndoshta goditet më të mëdha e jetës më kanë ardhur pikërisht nga njerëzit e mi më të afërt. A në jetën personale, a në jetën profesionale? Edhe në jetën personale dhe profesionale, ne e dim sa është vështirë, por që më shumë nga njerëzit që i kom pas mish më të afërt. Po, të mon tut. Po. Ka një thik ta ngulin kështu, a? Shumë thik. Edhe e din ku të dhem? Absolut, po qëre, njerëzit tu e din ku të dhem, sepse i huj normalisht ai nuk e din ku me të godit. Kështu që goditet më të dhaja i kom marrë pikërisht nga njerëz më të afërt edhe kom pas momente që jem nervozu, kom thonë... A nervozu është në orë të ja, dhe që është më të po nervoz ty? Edhe mashallah e vogël, gjithaj trup më nervozu, si kul shedër më ndi, mund është mu shëndru. Ndodh shumë rrallë, ndështë njerën 2-3 vite, unë e mëj me dalë, do të më konë diçka shumë e madhës që me dalë jashtë vetës. Mirë, po kur dalë prej vetës, ma mirë mësë me qëllu aty në i kërse. Mos qëllëfsh ofër. Do më thonë qartësh, ha? Qartë, do më thonë je tjetërnur. Krejt, qka të gjej për para? Nuk je moja qika e bukur e televizion, avaj Miss Kosova, avaj Miss Globi, del një qik shto e pes me sakic në dorë, e rukovës. Del ajo ona e duka gjinit. Del, lo, shpërthen, Luani, tigri. Po, edhe kur kom marrë këso rast, ka njerë normalisht që më nervozu krejt, për prapja kom nalë vetën edhe kom thonë jo. Nëse të kush e ka bo, më së bënë edhe të si ajë. Kështu që gjithmonë pjesa mendoj që edhe jam shumë e lumtur për veten tim është pikërisht kjo pjesë. Për këto që je. A po falësh tash, mos e pa agjeron? Jo, mu falë. Hiq, a? Jo. A din mu falë? Di, normalisht. Din mu falë, a? Okej, pas vakti janë e din këto. S'ka ndru hala, do të thonë që tu kanë met. Edhe disa dovi di. A po, a? A lutesh, shpesh? Lutna, po, absolutisht. Sa herë flej dhe kur zgjohem në mëngjes, gjithmonë, zakonisht këto dovë i kam në mbrëmje. Edhe lutet gjithmonë i kam mëngjes shëndetin tim dhe familjen, pastaj çka të cileta, ato mirë se vjen. Nora, a je kështu egoiste lutja, lutesh veç për veti edhe për tjerë, që për shembull mu lut për munin atë. O zot, ruje ose çapo dione. Vallaja, do të kallëzoj drejt atë. Drejt kallëzoj. Nuk ka shkullendje. Ai po bënoj përgjithësi kështu, a lutesh për tjerë? Jo, unë thash zakonisht lutjen e bëj për veti, a? Për veti dhe për familjen time. Shqiptar për veti. Për tjerë të mos tanin. Edhe për njerëz që më rrethojnë. Po, sigurisht. Për dëshmëria ndoshta. Sa je lidh me familjen, me prind, a shkon shpesh ti jeton në Prishtinë, e di? Po. Familjen e kin pej. Shkon shpesh. Po, jam shumë e lidh, po ndoshta kur kam angazhim se diçka vjen ata rrinte, unë se shkoj unë atje. Okej. Ndodh shkoj rri me javë, nganjëherë ka 2 javë në ato. A thet nona martohu, domethënë kështu si të sa herë sheh. Po, valla. Sa herë martohoj bise. Kohën e ki. Na ke vetë nder. Kohën e ki, ai thon, çeva që është dyshir çikat janë mëdhimin veç për shtam kemi nder, po janë nder vet çikat domethënë. Po. Po prende kanë breng, kanë qef. Nure kur ki u martu prej me atash? Po të pesone që le dalin edhe nona, le bile ku s'kash këtë viket mos të pyet, se të kalin emision, s'të pyet mo. Nuk e di, ndoshta unë ma shumë jam dhënë mas jetës profesionale. Po. Edhe kjo pjesë është mendoj që është me kismet bre. Po bre. Se dihet kismeti. Do të me lyber në orë, se vallaj kismeti nuk vjen bigari hak ti të nejnë në shtëpi më ardh. Po çfarë po ta bërmenja? A bën as bën. Nuk e di, unë shumë besoj në rastësi edhe në fat. Në rastësi, a? Në rastësi mundesh me rokerin e me gridh. Po, valla. Po, kjo do të më lyj pak oj qik ti e din. Po, pak do të m'ja bo mundin. Me thash, ndoshta ma shumë jam dhënë mas jetës profesionale dhe ka qenë e vështirë me i mbaj dyjat një kosesht. Se nuk është që s'kom pas lidhje ose... por me mbajt njëkohësisht të dyja edhe me ndjek rrugën e karrierës. E vështira. Me bo shumë sakrificë, ndoshta në arsyeja une vitet fundit të edhin që ma shumë kam qenë Turqi dhe jam angazhu shumë ma shumë rreth projekteve, serialeve. Përveç kësaj, ndoshta edhe
me ndjek kurset e aktrimit, e kurset e gjuhës, nuk ka qenë Tash e ditë ke asfar. mësu gjuhën turqisht, a? Po, E din krejt, a? Po. Bravo. Po, e flas. A është vështirë, është ka vështirë me Shumë vështirë. me gjuha turke e ranë, domethënë me mësua. Në fillim, normalisht, po tani kur ti rrin një vend, dashi pa dashi ki me fol. Normalisht gjuhën bazë kom mësu në kurs. Okej. Pastaj detyrohesh me. Apo mundesh tash mua ambientu ku po vjen në Kosovë, se na këtu s'kem, për shembull s'kena shumë asit ushqime, hamam s'kena. Na e çojmë njërin aty po s'kem. Domethënë ka mungesa të këtyne gjonave që janë në Turqi atje. Une ndoshta si në Kosovë se gjej vetën askund. Edhe Stambolli ndoshta shumë vend i madh, shumë trafik, shumë njerëz. Jetën e përditshme është shumë ma vështirë se këtu. Ndoshta këtu jam formu rrethi, shoqënia, familje, e ndini knatësi ndryshe. Në shpital. Për shembull, del në pini kafe, ki 10 minuta, 20 minuta. Edhe ishe 200 njofshëm, që fol me ta edhe. Turqi ti me shku për shembull një takim me pas, ose një kafe jetë 2 orë në trafik. Në komunikacion. 2 orë shkon, okej, rren e pini kafe, 2 orë kthesh, shkoj dita. Shkoj dita. Nuk është shumë më e vështirë jeta. Por normalisht ne angazhimet edhe filmat edhe serialin që kam qenë, kemi qenë jashtë Stambollit, kemi gjeru në Izmir, në Bursa, në Ardahana. Atë ngosë që në torqë, se ko gjatë pisa e në këtë drejtim kështë ata? Valojnë... Po. Kështu... Me të kalzu drejtë i po. Ma shumë kur dalë, për shembull, qoftë restorane, kur dalë, në ndodhë taksi me dalë, dhe me thonë nuk i qka delë. S'ki qka delë, dhe me thonë. Ata janë kështu... Por që edhe menaxherin e kena shumë strek, kështu që nuk... Po, nuk të shope, a? Jo, zakonisht më shumë në vend ose restoranit. Po më nëherë mu martu me ne jo shqiptare, mos e bazat? Këqërë mu mos e bazat, dhe në thonë të konë... Që turk për shembull, kështë e mori turk për burë? Nuk po du me paragjyku se tashnia nuk një razë që mush, ose... Po ma mirë tonë, sa do kuda për tonë. Dhe që është prapë shqiptarë se di. Dhe me thonë, na... Unë se kom gjithë vetën të shqipë. Na moshkujt, natyra... Nuk e di që asil ardhmjas, por që... Unë gjithë mund kënë bete kjo pjesa shqiptarë. Po ma mirë kryt që shtot tigër. Na moshkujt shqiptarë kemi një fa gjelozije në veti, me po një femën shqiptarë të martu me dikon të huj, nuk nimi bash mirë. Në thonë kemi një fa gjelozije, dhe pavarësisht kush është aja vojza, po me forma aja të huj, ka gjaki një farë, do të dirë të ftafta të shkojnë. A dhe në kemë qef, për që shqiptarët i morim të hujet ka një herë, aty nuk në anin, por na moshkujt dhe nështë natyre moshkujt që shtu. Une edhe kur kom shku në Turqi, kom fillu me lujs në serial, kom marrë shumë komente, ndërsa shumë herë, shumë ofenduse. Të ofendojshin, a? Shqiptarët? Shumë, absolut. Shumë ofenduse edhe ka ndodhë rast se kom qesh shumë, për shembull se ku kujtohet njeriu me mritje aty imagjinore. Ka ndodhë një koment, tha, inshallah, tha, më falë shprej, tha, dojnë tërqet 2 kom, 2 pjesë, tha, se vetë e ke lypë, vetë po shkojnë. Tua, mos e bërë. Absolutisht, dhe na nuk e shojnë që ti ke shku për një punë, për anë profesionale. Karriera të qënë. Tash Turqia, mas Hollywoodit është... Sidomos seriala kanë avancu qaqë shumë, sa nuk diskutohet. Edhe në film. Edhe në këtë botën. Kështu që audiencën e ka shumë gjanë. Për shembull, unë seriali që kom lujt, përveç në Turqi që është faq, është shit në 100 shtetet botës, kërë është shumë knatësi e madhe unë e kur e shoh. Shpesh, se tash ti kur jëm bo 2 vite e sa që kom lujt, shpesh e shoh që më shkruajnë në Instagram arabisht, e harroj që kom qenë seriali, kur e këshyrë seriali ku të shfaq, ndodhë një vend të Arabisë, ka ndodhë në Bosnje, që shah shumë komente serbisht, thash çka u të ndodhë. Po, se pe harroj, kur e shoh seriali që i ka, kështu që është një ndjenjë jashtëzakonisht e mirë. Sigurisht edhe në Turqi është zhvillu shumë kjo industria e filmit, është jashtëzakonisht e avancuar dhe investimet janë shumë mëdha në këtë industri atje. Bëhet një punë shumë e madhe, edhe unë kom pas fatin edhe ndi vetën shumë e fat që kom pas rastin me përvu edhe me lujt në një serial, në 100 epizoda, ndoshta në serialin e parë. 100 ke lujt, në 100 epizoda një për 5 karaktere kryesore kom pas. Ka qenë shumë privilegj i madh dhe shumë një deri i madh që më është bo, edhe normalisht që nuk ka qenë lehtë për me mri deri aty ku jam. Tash normalisht 2 filma kanë fillu edhe janë shfaqna për kinemat e Turqisë. Kanë pas një sukses shumë të mirë. Ta shpresin në cilat platforma ata vendosin. A ja vlen financarisht, Nor?
Por, me thonë drejten, duhet më ngrit shpejtim si këtu si kur atje. Do të marrë një kohë që ti për mu pagu, ashtu që shpaguan aktorë tjerë, ma të mëdhaj, nuk është keq. Po thëmë, ma mirë se këtu, po. Po, sigurisht. Në kushtet që jam këtu, por që... Po e zomë, kështu aktori ma... Do të me ditë që edhe jeta atje është shumë ma shtrejt, a? Po, ma shtrejt. Shumë ma shtrejt. Ti ke pagu qëra, sigurisht. Paguj qëra, paguj kurse, paguj udhëtime, shko, hajde, normalisht që është kësë. E vërtet. Por që ja ka vlejt. Ja ka vlejt, dhe më thonë. Ja, mund të shpaguat. Sa, mund më pagu një aktor më i mirë, për shkakun qa serialin në ju që, a fështisht sa, mund më shku me ditë janë një aktorit atje? Po të flasë prej aktorëve më të mëdhaj që e di... Po, që kemë dëgju. është, për shembull, aktor që jenë ma me famë, me influencë. Ka njeri që paguhet 80.000 euro një epizod. 80.000 euro një epizod? Po. Një aktor? Një aktor. 100 pjesë, pi bjen shumë parë, bre? Shumë. Dhe mund që ka shtajt paguhet atje me lujt? Po, i ki edhe top kategorit që paguhen, absolutisht, se aktorët e mdhenjë kanë çmime shumë marramense që për neve janë të pa imagjinueshme, tani përveç kësaj, normalisht është një treg shumë i madh. 80.000 euro një epizod. Serialin ndoshta përveç që unë po flas kostos që ti e shfaqe në Turqi që kjo shitja vende të tjera, po sigurisht. Sill shumë të hyra. Po sigurisht, domethënë produksionet që e shet me 100 vende të botës, fitimi jo shumë i madh, ama 100 epizoda ka 80.000 euro, po bëj kanë shumë para. Domethënë ti pas ke marrë ka 50.000 pjesë në epizod. Jo, valla. Jo, a? Ti kisha inshallah me dita i marr. Kisha pas që mi marr ka 50.000 në epizod. Nuk janë shumë. Jo. Janë shumë ka 50.000 pjesë, 100 pjesë, për bjen shumë jetë mesatare. Po dhe jetë mesatare, ka 50.000, dhe më thonë, bjen 200.000 euro mujë, sa ato 4 pjesë janë në mujtë, a gjëra ishit një janë javët, a sa zjatë ka një epizod me gjëru atje? Unë seriali që kom lujt ka ndodhë se janë 3 ekipe që gjërojnë një kusisht. Me thonë ka ndodhë brenda 24 ore me gjëru një epizod. Një epizod? Qas si 80.000 euro? Një aktorit? Po, ne kena qëndru rreth 8 muaj, kem qëndru një zmerë të Turqisë edhe i kemi realizu. Normalisht se një epizod në Turqi shkon deri në 2 orë. 2 orë në epizod, po. 2 orë në epizod, normalisht që të merë ku. Serialet javore janë 3 ose 4 ditë në javë, kështu që normalisht më shumë paguhen epizodat me javë atje. Me javë? Po, nësa epizoda je prezent. A i taku me këta aktorë që janë të famë shumë në Turqia atje, me krejt? I kom taku. Shka të thëshin kur dishin që je shqiptare, a ka në shqiptarë të famë shumë që është atje me prijarë dhe shqiptarë që është aktor? Ka shumë. Ka shumë. Unë edhe në serial që qenë ka pas shumë shqiptarë me prijarë dhe shqiptare. Normalisht, këtë që kanë ditë mi full nështë ta shumë pak fjali, por që edhe produksioni, kur unë kom lujt, që këtu ka qenë edhe një fatë, për ata po tha unë e besoj shumë dhe fatë, kur kom shku në produksion edhe kur është vendos, me qenë unë e pjesë e serialit, kanë qenë 2 protagonist kryesor që e kanë realizu këta serial produksionit, janë me prijarë dhe shqiptare. Producentat? Po. Edhe për atë arsye tani mu ma kanë barolin që jam shqiptare, ku full shqip, edhe kanë se gjithë. Ta kanë letu, do më thonë. Po, edhe ka qenë ndjenë shumë e mirë dhe për ata dhe për mu, dhe ka thonë që është hera e parë që neve prej Kosove na vjen një vajzë. Kështu që me prijarë dhe shqiptare ka shumë, edhe ka shumë të suksesshëm, dhe më thonë dhe aktorët më të mëdhaj, më të suksesshëm i kime prijarë dhe shqiptare. Po taku është me Gentën mo? Edhe me burën e Gentës, se ndoket ti e konë ajo mësiti, atë kanë pagullin me najë sensë, këtu njëherë dashke me dhonja 500 euro për mësitni. Valla, ju Marë ka ma heret. Halas ta kanë dhonë mësitni, na? Jo, normalisht më kaftu për darë, ka bilis. Genta këto ditë më kaftu edhe me shkullë Zvicër, se s'na ka ra ka ko që si. Do me thonë e ki bora hatë me një farfjale. Ja, po. Dohën e lete e ki për mësitni. Ka qenë, dështë ta nuk e kemi mendu mësitni, por që Genta ka ardhë mu taku me menagerin tim për muzika, ndoshtë me realizu një kongë së bashku,
edhe burri Gentës tash ka qenë pjesë e produksionit në atë kohë. Janë taku ju njëftu edhe Që aty kinë hi mandi fillit. Po, edhe sot Sholla kanë i fat. kanë 2 fëmijë, kështu që Me jetë gjatë fëmija dhe familje, duket të dhe që familje janë sa shumë më të mirë, por madhe. që tani unë u vendosa në Turqi, Genta në Zvicër, në Amerikë, nuk në ka ra shumë pa, por jemi pa. A ke pas në skenë të nëzet në orën se janë? Në serial jo, në film kom pas, ko gjë. Filma po, aho. Do më thonë nuk e refuzon, kur është pjesë e Jo, rolit. s'ken shumë nëzet jo, por... Nuk po tha mu përmlu aty me na ju të valë, po kështu me pas afrime, me pas puthje, kështu me pas... Ha? Puthje jo, por në një shtrat po. Në një shtatë po. A nuk ka pas kështu dublera që lujnë për juve, po dasht vetë me lujt aktor? Vetë, a? Po! Dhe ku je gacme me shku për rolin? Unë e kam sek me qenë diçka për në Hollywood, Po. nuk kisha kursy kur gjo, sepse aktrimi është, Po. duhesh për me qenë një aktor i mirë. Nuk e ban ti, e ban karakteri më ndë atë Po, pjesën. është pjesë e karakterit, kështu që për Turqie, për Klina nuk kisha shku shumë. Jo shumë fell, dhe më thonë dejnë shtratë që aty, manena, jastakun mes. Jastakun mes edhe me thonë që të e ki kofinin. Çfarë ndjeni është kur hinë shtratë? A kina i, ta djena i ndjenë më për publikun për të pësë se... Po, as nuk mundesh me mendu, se ti e ki përgjith... I kine 50 vetë rreth rreth. Po flasë për vetën time, ndoshta e kom pas stresin ma shumë qysh po performaja, apo dal mirë, apo pëlqet karakteri jam, apo arri me realizu rolin të cilin ma kishin dhonë, edhe ti e den që janë një 50 veti ki referoto. Jera hatë nuk lojnë, jera hatë nuk lojnë, o shkoni për e vëqëm mani derën pak një gjysore, nuk lojnë. Kështu që as nuk di me mendu, ndoshta as nuk shko mendja fare në atë pjesë dhe ndoshta me atë aktor të cilin kemi lujt, jemi taku në film, kena gjiru, si me thonë 2 javë bashkë dhe sot as se di ku është as mirë. Qeni është aktori ma i bukur për ty, ma i bukur me pa. Turka po në botë? Ku dush, ndash shqiptar, ndash turk, në Turqi ke lujt ma shumë, ndash në botë, ndash në pej, dush. Për i bukur është Gjani Amani, edhe ajo është me priardhe shqiptare. Edhe aja, i bukur është ta? është i bukur edhe tash... I martum? Vallaj nuk e di. Se shqiptar ka shqiptar, jo a? Jo, pa nga Turqia ka kalu tash në Itali, edhe është një pej njerëzve, aktorëve sot shumë influencë në Evropë. A dhe më thonë, si pas të aktorë në Turqi janë shumë të pasën, dhe më thonë, kanë shumë fitime prej aktrimit. Absolutisht, aktorë të ndajnë... Janë shumë pasën. Po. Normalisht si në çdo sferë tjetës shpetim që sa dhe me punu edhe... E vërtet. Nga një herë në aktrim të vynë veç një moment, është një karakter, një rol i mirë me të spikat. Një shkendi. Po, kështu që nuk mendoj që askush nuk është aty pse se meritan. A ki qëllime për te Turkisë, Hollywood për shembull? A ki qëllime? A kështë pas qef? Po, vëlla. Kështë pas qef më shku? Biles tash, po të regoj kështë. Tregom, bre. Po e filloj një emision, për atë arsye jem këtu në Kosovë, do të jetë një emision internacional, në social humanitar. Jem këtu me një emision, do shta ëndra ime gjithmonë ka qenë me përqu edhe këtë anën humanitare, me qenë një mesazh për njerëzit. Kam mendu shumë shpejtim sepse gjithmonë jetën time e kam pas dëshirën që kur bën mirë dora për dorë, nuk do të me këtho. Jo, nuk do të me pa dora dorën që ndihmon. Edhe sa kom mujt me ndihmu në jetën time normalisht mundësit mia, kur s'kom shku as me taku familjet, as s'kom dasht, kur kërkon me lëndu se me bë mundi keq. Edhe gjatë bisedës e sipër, ndoshta kemi pa që fjala ju ka pesh edhe në opinion edhe në publik, kështu që pse mos me qenë zonë nesër i dikujt që ka nevojë edhe me i dalë në krah edhe me i dalë në dim. Kështu që emisioni thirret Stars Serving Hope, ju t'japin shpresë,
do të filloj në Kosovë, do të vazhdojmë në gjitha vendet e botës. Ka mu bo në gjuhën Shqipe në Kosova, Po, gjuhën gjuhën angleze? Shqipe. Okej, në gjuhën mandin në për vendet tjera, në gjuhë tjera. Me aktor normalisht, kush do t'jemi edhe në Amerikë edhe në Afrikë, kretë varsisht prej personazhit, por që normalisht për kthimin do e kemi Shqip, sepse bazën do e fillojmë nga Në këto. Kosovë. Kështu që këta janë djemë shqiptarë Amerikanë, kanë realizuar dhe filmat Hollywoodit. Perfekt. Kështu që është një mundësi shumë afër që mundemi të qenë. Dhe më thonë një kome pas ka tjetë është gati. Gati. Edhe që është the që të skena nuk i refuzoj që të skena për Hollywood, shpejt pasi me të po atje. Shpejt pasi me të po në Hollywood. Edhe kanë ardhë, i kanë hapë zyret këtu post-production, janë duke i realizuar në Prishtinë. Perfekt. Janë për krah disa yjeve shumë. Që po i bjen shpejt po niska. Që është e javësh ka ditëve. Emisionin po. Bravo. Emisionin jemi në fazën përgatitore, kemi realizuar me studio, me ekip, me gjitha i kemi. Bravo. Edhe veç kemi, sepse është një emision me përgjithësi, edhe kemi mendu shumë mirë. Tema është e ndihshme, sigurisht, do në përkushtem, do në përgjithësi. Edhe kemi mendu me detaje. Ta thash që kom pas friken, apo bëj mirë, apo bëj keq. Nëse e realizoj një emision. Në moment që bëhet për njerëz, minimu njerëz, është shumë sa në mirë, do shumë punë e mirë dhe bravo. Edhe është kjo arsyeja pse jem këtu, edhe ka që disa muaj që jem tu përgatit për këtë emision, edhe thjesht kam ndoshta hera e parë, po flas normalisht kur kam shku në Turqi, kam pas tjetër përgjithësi, tjetër emocion, mirë po hera e parë që në një emision që kam emocionet e përzira, e kam edhe pak një frikë dhe e kam një emocionin një ndjesi të veçantë, sepse nuk është veç një emision, ka me qenë një mision jetësor, kështu që unë shpresoj që bashkarisht me Mesme Dashamir, me rrethin që e kam, edhe me njerëz influencer që i kam, shoqërien jetë që i kam ndërtu, mendoj që kemi me dalë dhe kemi me arrit me bo një punë shumë. Sigurisht që po. A ki kostën e jetës të shtrejt, dhe më thonë, tu e pas parasysh Prishtinë, Stamboll, tash New York, në për shumë vendet botës, veshën e ki kështu, ka gja firmato, me diamanta në qafë, me Balenciaga vesh, qësh e ki jetë, sa të kushton të jeta jote, edhe të thellë marrë që duhet mu mirë mbaj, duhet mu... Gjithë qka është kosta, mandej? Tash me thonë edhe thjesht jo. Edhe të lirë, thë jo. Por që unë jam natyrë shumë e thjesht. Po. Një jetë, për shumë. E bëj edhe një jetë shumë thjesht. Din me jetu edhe pa kur gja. Absolutisht, sepse unë jam një qikë që jam rritë katon 3, afër 5, jam rritë një familje shumë normale, kom pas fatin që s'na ka mungu kur gja, dhe baba gjithmonë është kujdes që neve mos më na mungu kur gja, po ju me naj farë luksi, jo që unë jam rritë në Paris, ose ku ve ditë qka, kështu që absolutisht luftoj për miqenin time, sepse nuk është marrë me thonë që po, luftoj për punë. Ambicie normale. Absolutisht, e du jetën e mirë, munona mja bo vetit i jetën sa ma të mirë të mundshme, sepse edhe në kualitetin tonë jetësor, ndikon edhe ushqimi, edhe jeta, çka konsumon në jetë, por që di me bo dhe një jetë shumë të jeshtë dhe shumë normale. Din me i spec me që jetën, a i spec një patligjan, kështu dhe i cop djathë dhe në regullisht. Edhe shpesh, ho. Shpesh, po bra. Ho, dhe buke pa shtetë në shpek, që përveç flia, krejt. Heq nuk kam komplekse një, për shavë, qka të më hatë, nuk kam këso problemeve, nuk duhet dhe se s'duhet. I thej edhe këto barjerë, normalisht, du të me qenë kujtesshme për shëndetin, se jo se me maleju shëndeti... Po të qoj të hongër pite, ani do përpeq ata shkoku... E si do mas, kur shkoj të nana në katon të familja, se familje kom katon 3 apo 5, edhe kur të bohen 3-4 ditë, veç që shoh vetën, i thom mos ma ra... Ja, 2 kila hype. Mirë, me këtë modestin tonë, sa të kushton ty një muj normal? Po më varet, për shembull krejt prej angazhimeve. Po, ki me najtë Prishtinë, ose ki me shku në Stamboll, njëherë mujt, po nuk është që... Dukja... Nuk është reale... Ose në qka shpenzon mas shumë, dhe qik? Qka të kushton ty njëtë mas shumë, dhe? Teshat, ushqimi, ultimet? Mas shumë, të kështot ndoshta që jam mas shumë apasionuar, jam mas garderobës edhe veturave. Veturat? Veturat i kam. Keret, ha?
Po, shqiptarët e kena mëra kjerët. Abuzit shpejt. Edhe se të mas unë e pejes, fellë do të mi pas të vjetë. Dhe më thonë, krejt kjerë në regull, po pa fellëne, Pa fellë. nuk bën pa fellëne. Ki mëra, a i nëronë shpesha? Po. I nëronë, a? Edhe ndroj shpesh. Masës po mëj me ndrutit të shka bile kjerë. Po bili kjerët, bili merri automatik. E ki malet me buzit. Bile shpesh u boj my god. Qëfar kjerë e ki tash në orë, qëfar po buzit tash? Se u bo tash po këgje e modhe. G-klas. G-klas, po. T'lirë ta G-klasat, 2-3 euro e merë një G-klas. Qatë? Nuk bë ma shtrajt kjo, për Marakli është abuzit shpejt? Jo. Jo, do më thonë je stabil. Ja, kështu t'jam shumë e qetë, unë si natyrë jam njëtë dhe në vëzitjes, diçka heq fort nuk i jepi zërë. Nuk do të vonë. Ja, jo, shumë, e kam këgja qëllijet, në këgja rafshë, ka? Ku janë qikat më të bukra në Kosovë si pas teje? Mos tojmë pejë, se tash këtë dy... Po dijet, valla. Peja, pse janë qikat të bukra në ora, keni mujtë ju pejan me studiu këtë fenomen të mirë. Po në vajzat e bukra janë këtë Kosovën, po... Po, në bazë qysh flitet, është uj, ajri, natyre. Uj. A banë vla me morë ujë mpej për ditë me prunë Prishtinë më botë bukur dhe këto se me qu? Sepse ndoshta vajzat në pej edhe në duka gjemë po flasë edhe shqunë për vajzat më të gjata. Me gjatësia, malsore. Për atë arsye. Kështu, të bjeshkës. Po, edhe shumë misa në përgjithësi ka ndalë nga peja ose rriti pejës. E vërtet. E djemë, Nora? Atë karami studiu kështu? Nuk... Se di, nuk i kam shiku, sepse unë mendoj që mashkullin e bët bukur sjellja, kështu që jo vetë femrat. Po dhe femrat dashurohen në ato çka nin, jo çka shohin. Do ka qenë me një mashkull të kulturum, më kanë kështu. Po jo gjithmonë zemra tërheq ti çka ninet, çka sheh, ndoshta për shembull, kur kam qenë më e re, kom mendu ndoshta krejt atë princin me kalit të Brad Pittin. Po. Edhe, por që zemra nuk dvet, ndoshta edhe nuk është ndoshta personi që ti ke pas në ëndrat e tua, po ka diçka që tërhek edhe... E gjen diçka. T'le zemra, që me thonë tërhek shpirt. Vërtet. Këtë pjesën e shohet që më varet që tërhek një person. Po, çka ka në psend veçantë kështu? Se është vetë e natyrshme, energjia. Po thu, djemë nuk janë të pesa, që shko kanë vojzat? Jo, unë e thasht, se ki menduat pjesë, normalisht se ki analizu, po... Edhe djemë të janë bukur, gjithë kënd po flasë, përgjithsi, po... Shqiptarët janë të bukur? Po, si raci jemi bukur. Raci e mirë. Une, kudo që shkoj në Evropë, edhe kudo që më ka ra me shkullë, nuk shë raci ma të bukur se shqiptarë. Nuk ka, do më thonë. Jo, edhe në Turqi, vërejnë këta që në pjarë dhe shqiptarë, dyqyshin ma të ljohë, nuk janë racë e verdhe, të na është pak ma... Ma të ljohë. Ma të krejhon, dyqysh, ma të krejhon. Edhe kudo që të shkoj shpitim, është e çuditshme ndoshta, ne kushtojmë shumë rëndësi vetës tu. E vërtet, e respektojmë vetën. Po, edhe pra po e them, qoftë mashkullin, qoftë femrën, sjellja zbukuron. Që babat ma të mirë në pej janë në Prishtinë? Në pej. Pej, okej. A moj peja, ju pejan, në më në pej, jeni të shqumë për së gjukë. A e një së gjukën e pejes? Këtu me po të vjerë? Biles, po ta të regoj një sekret, unë e kom babën, kam betë shtu pak me tiparet tradicional familjes. Shqiptare, po. Edhe për çdo vjet, ai gjithmonë e preni posterm. Po, lo, postermën. Trak, 2000 kila mish. Po, më po mos më ja prej postermën çdo vet, nuk i kur hin shpe. Si ku hin, a e terni vet, a e marroni vet edhe... Po, edhe mishin, edhe sugjukën, edhe krejti. Vet i bëni? Po, i bëjna vet. A din me marru sugjukë për thunur t'ja? Po, për para ko marru, se kena marru shpinë, ka të... Me atë maqinën që ju marreke, po, la, moshë se gjukë ka ti mesh grim. Grije kipen, mishin, piperin, krejto mishin e grim, a ki qef me hongër djeksat, pak ma të pa djeksi janë? Pak ma djeks. Pak ma djeks, pa, je pak ma kështu, ma ka djekstit, pa, shi jetë, je pak ma e eger, se... Je po, sugjukë që nuk e pak djeks, nuk ko ta manë së gjokë, kështu, pa djekë së gjokë nuk është i mirë. Po pak me shije. E vërtet, pa djekë pak nuk është okej. Pa shpete. Qka... Edhe për ata arsye... Po kejtë, më falë, po kejtë gjysta Kosovës shkojmë blejnë ose marojnë pej së gjokë, ju jeni të shqumë për së gjokë.
Po pra, edhe... Edhe në qovë se ju nuk e bani mirë, kush me nuk e bani dhe nuk e hani së gjukin e PS që me buna tjerë. Ju keni një numër 1 Kosovë është për së gjuk e për këtu produkte të mishit. Kështu që bravo Jukov se është pjesë e pandashme. Kështu që jo, kështu të regu që e kam fatin që baba na i realizon këto pjesë, kështu që edhe për së gjuk edhe për krejt mi bjetë gachme. Edhe nërë është një bes, tash kështë të mënu këtë furti për së gjuk. Unë as nuk pa në Zvicër, as në Gjermani, as ka në Turki. Sikur na që e bëjmë së gjukën, nuk ka ndokët. Nuk më pëlqen së gjuki atje, interesant. Në Turki? Ja, jo të vëtë të dëshish është. Ama unë s'kum pas në Gjermani, as në Zvicër, as. Kërku nuk kum pas së gjukë Zvicëran, për shamu, se Gjerman. Salam, po! A i ke po që të njëri që ne ke pi thera, ma i thirë shkanë. Aja pet s'ja pet në pej, aja pet s'ja pet në pej. Të së gjuki vetë. Jo mësu. Mi ja morë një kilë, mi ja qua ty në Turqi, kur shkaj kështë me dha qëtë gjuki është e joni, pravone. Jo shpesh ndodhë. Jo qënë? Po. Kur shkaj të menagjiri. Më s'kin kërë bi, qut me rejcop, më s'kin kërë se ju dhe në kërë i moni. Shpesh valoj ndodhë. Po mëre. Edhe mishin e tërë. Qaj e tërë njërë, jena pra eftarit, ma nërë se... Po, se vapi është maj malë, në që se përmen ushqimin, se vapi është hala maj malë. Shpesh ndodhë është shumë e abecme, por edhe qaj që i për këtuj, se qaj në kena ma të mirë. Në Turkia? Për i këtuj të qaj atje. Se? Atje kështë është vend e qajt? Po nuk është me shije, nuk e di pse, është ma ndryshe. Në kosi joni, ja? Po, edhe profesorit tim, që është shqiptar që jetë në Turqi, shpesh, kur ka më dhëtu, i kom... Me bilbyl, po, prej këtuj, edhe menagjerit, edhe krejtve qajnë, zakonisht, e qaj për këtuj. E ti apin, po? Po. A i bili bashkë me shkonë, të thate me së gjuke me kështu. Unë e kam një kombinim mes pejës dhe gjiljanit. Të janë pej e pim kafen. Po, e vërtet. Ma shumë familje, e dajt i kam gjiljan. Kështu që qajnë e kom su gjiljan. Ata janë për qaj. Jo të prej mëngjesit qaj me buk. Në mëngjes, në ora 7 qajnë, do kivë në pak djath, po të këputëshin. Po të këputëshin. Edhe e kom su edhe qajnë të dajt. Nure, a ka pas në moment që ke thonë 2 milion këtë dhe më kësuj në katon drejnë pej? Dhe në moment është genime, në moment që s'ke mujt nështë ta me mëri ato që ke dash, i është genu dhe për njerëzve, dhe për thika o që the, dhe më thonë, tu kam bo kredi, ke thonë, stop se 2 milion. Nuk është që se kom mendu. Që mendu, a? Kom pas momente që se kom mendu, që kom mendu absolutisht, kom pas momente që jem shkëfut, kom pas nështë nevoj për një periudhë kohore me pushu. Me reflektu. Por që kur është ka një muj e kom kalu, e shisha vetën që si muj me nejtë. Ka hongër diçka mrena. Nëse donë me mytë, lem. Në shpe, në shelum. Atëherë nuk jam ma une, nuk jam vetja, dhe më thonë, dhe e kom pa që ndërshta si jem shumë e gjallë, jem shumë energjike, du punën e du jetën edhe nuk mundë me qenë përsen që është i varë nga dikush. Okej. Kështu që kretit një time kom e luftu me qenë e pavarne, me bo ato që ka du, me realizu gjërat e mija që ka du, dhe normalisht ase vetë me kërkush nuk mundet me jadal, nuk mos t'jem këtu jashtë modestis, gjithmonë kom pas njerëz dhe kom pas fatë shpetim që në momentin e dur, në kohën e dur, jeta mi ka sjell njerëzit që kanë besu mu edhe ma kanë zgjatë dorën, që jam shumë falenderuese dhe jam shumë mirënjohëse ndaj çdo kujt që ka besu në mu. Edhe bashkarisht jam këtu ku jam edhe nuk jam dalë. Kjo është ajo që... Suksesi është në konsistencë, sa reziston, mandeja i vjen dikur. O është dikon suksesi? Po, kom pas momente që kom thonë... Peljo? Ballë. Okej, po fokusona ka pjesa e biznesit, po merrna ma shumë me punën time, por e shoh që edhe sa do me mësill të hyra, e shoh që... A i do në parët nërë? Kur si donë, vëlla i du. I donë? Si du, po. Ki qef mi pas? Absolutisht po. Edhe kur s'duhet, le të qëllojnë që aty? Po pra... A ki shumë parët nërë? Ja gjej venin shpejt. O në zërë më po milioner? Ja gjej venin shpejt. O në zërë më po milioner për shambull? O shtirë? Unë e milionere... Ta shfrikje po? Jo, nuk... Ndëgja me pas pasuri palojshme edhe me pas kesh dallën. Kesh kërkush s'ka dhe mo. Po, kështu që por që jetoj mirë. Nuk është kesh. Mirë ka dorë Zoti, mashallah, kështu që... Po e në zonë hipotetike e ke gjetë princin që the të tonë rautua. Edhe ajë do më të thonë, po, ti je gruja jame edhe kena me tu bashkë, po dush me lonë karjerën. Çka ndodhë që te?
Po ai person nuk është për mu, unë e besoj në Që pedon qik, do atë dashnia ka njerëz njas formas, rrugas, rregullas, e don djalin nuk kryma abeti thu, ti ki më komburri jam. Po nëse një person dën, do me të pa ma të mire, do me të pa të lumtur, atëherë, kush është lumturia? Ime është që kjo, kështu që ti, unë kam nevojë për një person që bëhet kras, sepse jo dikush që nuk më blen me qenë vetvetja, kështu që asnjëherë në jetë nuk e kam leju shpejtim. Unë po ta them një rast ketës time, na kam pas person jetë që ka thonë unë i kam krejt, ti s'ki nevojë me bë kur gjë. Shumë parë. Edhe as aty, po gjithçka kam pas edhe e kam pas që si jam unë, kështu që unë du me kom vetja, kështu që nuk mjafton. Paraja është një mjet i mirë me jetu, por nuk është gjithçka. Unë shpesh e them, paraja nuk është Allah, po kryen shumë punë të Allahut. Kështu që asnjëherë mi karakterin tim, asnjëherë mi shkel veten për asnjë mjet, për asnjë çmim botë. Kështu që për këtë pjesë jam shumë krenore. Do të për dashnin, nëse çaj çipe don ti, don se njëri. Ai don fillim thot ku më të ljon këtë, po vjen një moment thot lebesh tu. Domethënë nuk shë pranu. Jo, as nuk kam pranu, as nuk do të pranoj asnjëherë. Unë jë mësu me qenë vetja, jë mësu me pas me shenjën time, jë mësu gjërat e mija elementare të pak të njëtë me i pas vetë, kështu që unë nuk jë mësu me qenë rob i dikuj. Pukull. Veç me qenë një rob peng dikuj. Kështu që asnjë gjë në jetë nuk vlen ma shumë se sa liria dhe shpirti njerëzor. Unë prapë them, unë nuk besoj në dashni që personi që don gjithmonë ka me qenë për krah dhe suportu, sepse ti e dëshiron lumturinë edhe më të mirën e njeriu tën. Duke qenë të lumtur, duke punu bashkarisht, aty është lumturia, aty është suksesi, sepse nuk është sukses me qenë dikush pengi dikuj. Çka i thu qikave që tuten me pas të rrugtimin tënë, për shembull vajzave që dojmë me pas një jetë që të lirë, dojmë me punu, po i frikojnë jetës se natyra femnore është pak më ndryshe sa ajo maskullore. Për shembull, se shumë femra friksohen, i friksohen mi marrë vetë rrugë të jetës, sepse unë po e them, nuk është e lehtë. Sigurisht. Me thy barriera, me thy sfida, ndoshta unë fati ka desht me qenë si femra e parë në shumë fushë, edhe normalisht paragjykimet edhe barën e ki ndryshe përsipër, duke qenë ndoshta edhe si reprezentuese e sportit, duke qenë femra e parë. Merrem me mend çfarë paragjykime ku mujt me marrë në atë kohë, kështu që sot jam shumë e lumtur që shumë femra e kanë ndjek rrugën time, duke qenë po ashtu femra e parë nga Kosova që shkon e depërton në serialin filmat në Turqi, edhe kjo ka qenë shumë sigurisht me një opinion kështu me një paragjykim po mbrapa. Edhe nuk është e lehtë me thy barriera, por që unë mendoj që nuk do të më friksu askush në jetë, sepse gjithkush e ka riskun e vet. Veç ti nuk duhesh me u dorëzu. Unë i them gjitha femrave duhet mas në radhë parë më shkollu, më eduku, ose me ndjek një zanat. Se edhe zanati cilë pare, nuk është veç shkolla, sepse ne e kemi veç shkolla. Profesionin jetë është shumë rëndësi. Kështu që nëse te e kini zanat, sot kanë ardhur mundësi shumë të mira, kanë ardhur shumë mundësi të lehta, veç ai a don me punu shpejt. Kështu që ti që don me punu gjithmonë ke me gjithë veten dikon, edhe asnjëherë mos me leju me zbe personalitetin tënë për shkak pse ti ke një frikë me shku me punu, sepse ti ke frikë me qenë zoja vetës. Gjëja më e mirë që mundet me qenë njeriu edhe i lumtur me veten e vet, sepse ti kur je i lumtur me veten tënde, je i realizu me veten, atëherë ti reflekton energji pozitive edhe në rreth, edhe në familje, edhe në shoqëri. Ndoshta kjo është pikërisht edhe që po shohim shumë ndarje, shumë probleme sot në shoqërinë tonë, është pikërisht sepse njerëzit nuk janë të lumtur. A ose më ka femër në këtë vend nur? Ti për shembull ngacmohesh për njerëzve, kanë hera a teprohet që ky ngacmimi, a dina me ngacmu na shqiptarët, domthonë këtë çdo farë po domini piteje. Shumë vështirë. Vështirë është, ngacmohesh në rrugë. Shumë vështirë, ngacmohesh në rrugë, ngacmohesh lokal, ngacmohesh kudo, nuk është paragjykohesh. Pse ndodhet na logjike, nuk ndodhet për Evropë për shembull, ndodhet po ndoshta pak më me kujdes. Po ndoshta po them vendet më të mëdha, pastaj qasja dhe kontakti me njerëz nuk është
sepse ti takon shumë njerëz të ndryshëm edhe ritmi i punës edhe ritmi i jetës nuk ta jep ty komoditetin me u marrë me dikon tjetër. Ndoshta që kjo mënyra e jetës që kena në Kosovë e lejon me mu marrë shumë me paragjykime, shumë me fjalë, shumë me kryqëzime, ndoshta ti mos somnjen personalisht heq edhe Mi thuj që në zeza. po, unë kom pas rast nuk e njoh veten kush jam kjo. Ashtu, ashtu ka qysh, ku je nis kur ti ka kësi fjallë shumë, është kështu ka bo, ashtu ka bo, kështu. Shumë. Ka shumë. Se në ndodhë të nëmër që kja, pëse kena që më mërë me punë të tjerëve për shambull. Pse pikresht jemi mësu, veç pse i femër me etiketu, veç pse i bukur me etiketu, pse i kini pamje dukesh mirë, ti absolutisht ta lehtësojnë jetën, ti bojnë krejt gjanat, Rafsh. kështu që... A një është keq për komendëm në ere? Kom pas periuda kur jam një keq. Je një keq dhe. Normalisht një na keq, une nuk e di për shembull edhe kur komentet, kur shoh për shembull rreth 501 komente në një faqe ose në një portal, normalisht unë e kam edhe një familje që Sigurisht. njihet keq, kështu që unë nuk i kuptoj çfarë kënaqësie mundesh me jap dikujt, çfarë mlefi duhet me pas njeriu, me pas agjendë emocionale që unë ty me t'hi me të shkru zi e terë, kur nuk një heq. Dhe me thonë veç paragjykimi është, a ti qështu, a ti e ki kullaj. Dhe me thonë unë e kom pas shumë komente shpetim, po ti shkon Dubai, ti shkon këtu, ti shkon atje, që unë nuk kam qenë Dubai asë një herë. Kështu që ku po më shenë ti mund Dubai. Qa ka lidhe me shku edhe në Dubai, dhe mund... Po dhe edhe që s'është keq që kur gjë, sepse është një vend shumë... Ti me do shkrim punë edhe që tu, pa shku ati heq që si punë. Shumë atraktiv, për shembull, por shoh edhe komente të tilla, për shembull, por që unë nuk më blendojnë ma personalisht. E ke kaluat? E kom kaluat fazë, zakonisht tash ma shumë më bojnë me qesh. Kështu që adhe ndjej keqardhje thëmë për sa të me pas njëri... Sa me pas ku, mlef, energji të keqe për me... Sa e hup ti, të shpezu, të shkru diçka, pëse unë nuk... A ke provu në herë me diskutu më në i komentus që ati nivelli? Mi thonë që unë jam qështu, ku po më nje, pëse s'po më nje? Jo, në përgjësi jo. Nuk koment, nuk je marë. Nuk merem, as me komente, as edhe shumë rallë ndodhe dhe mi këthy komentet edhe në Instagram timin që më komentojnë edhe komentet e mira, po të flasë. Nuk para merem heq edhe në përgjithësi nuk përfiliroj as me i lezu heq se më duket i din tash çka mund me thonë. Pak a shumë e shoh një referat, por ndodh që i komentoj me rrejthin nështë dikush ma dërgon ai koment ma interesant, ma qesharak që me thonë po, ndodh që i komentojna. Nor koha tash ofër iftarit, unë du me të falendëru që je kom pjesë e këtij emisioni dhe je sa orë që na të ftojmë, falenderoj shumë. Unë vazhdoj me pas mike si tash e shumë vjetë, të uroj fat në projektin e ri që kemi fillu tash, edhe inshallah i prek ëndrat edhe majat e suksesit në punën edhe në karrierën tonë. Amin, inshallah bashkarisht, edhe për mu gjithmonë është kënaqësi, edhe gjithmonë respekt edhe nder me qenë emisionin tonë. Falenderoj shumë. Edhe ti je një person që ke sy shumë barriera, edhe ke arrit me majt epitetin, do me thonë, kulminant në karrierë, që as për ty nuk është të vështirë, kështu që unë të përgëzoj dhe të uroj shumë suksese për gjitha të arriturat edhe gjithmonë pjesë e njerëzve të cilët kam përkro kur ka qenë nevoja. Kështu që njeri ke qenë ndërta, ndoshta ndër të parët që më ke fut në rrugën e aktrimit, je ti. Kështu që unë falenderona shumë. Kështu që ti njeriu për atë arsye nuk e din kur ku e bën një të mirë, kur kush se ka besu në atë kohë që une sot do t'jem me të kanë thonë, banejt mirë gjujen ndeti. Po, absolutisht, kështu që e mira e ka të mirën, kështu që unë gjithmonë do t'jem falenderuse sa i përket pjesës aktrimit. Nor, falenderoj shumë, ishte kënaqësi, sukses. Iftar të mirë e shimin pjesë tjera, falenderoj shumë. Agjerim të letë dhe jabov zoti ka bull krejt. Apo hanë si fërë me të fundit pyetje? Ka pak. Ka njerë quna, ka njerë quna. Pa njerë që është, mirë mu qu. Mirë të që shpola si mu dog vetja për në mënë si shëfqeti. Falenderoj shumë, shimin pjesë tjera. Natën e mirë.